Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis t'i përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. E dyta, duke qenë se zoti Mediu është ura që lidh Amerikën me rrugën e shpresës, unë prisja nga zoti Mediu në fakt që të hidhte poshtë pretendimin e Britanisë dhe të mbante anën e Amerikës, po s'ka problem se nuk shohim ne asnjë arsye për të parë divergjenca të tilla, kështu që zoti Mediu rini i qetë, analizat i kanë bërë ata që na kanë ftuar dhe ne nuk na ka ardhur akoma koha të analizojmë ata që na ftojnë.